Jeni bërë bjonde, 3 këshilla që do t'ju duhen me patjetër. Përdorni një shampo të posaçme për flokët bjond. Nëse keni flokë të verdh, gri apo platin, mos mendoni se do të kurseni duke përdorur shampo që përdor mamaja ose motra. Është e këshillueshme të blini një shampo specifike që i përshtatet nuancës tuaj. Bëni maska me proteina. Flokët që kanë një ngjyrë të çelur kanë tendencën të këputen dhe të jenë më të brisht, krahasuar me flokët ngjyrë të errët. Maskat e bëra në shtëpi me vezë apo majonezë ose maskat e gatshme me proteina janë shumë të mira për ushqimin dhe forcimin e flokut. Evitoni ujin që përmban shumë minerale. Dushi me ujë të imbushur me minerale do të kthejë në gri ngjyrën bjonde, kështu që për të shmangur ndryshimin e ngjyrës provo këtë truk. Në ujin e fundit për shpëlarje hidh një aspirin brenda për të zhdukur mineralet.